Të gjithë e dim që ky është ndoshta një nga konfliktet më të koklavitura në botë. Por si filloi gjithçka? Dhe pse duket se nuk mbaron kurrë? E pra, në këtë analizë do t'i hyjmë thellë rrënjëve historike, duke u bazuar në një këndvështrim të detajuar për të kuptuar se nga buron vërtet kjo histori kaq e gjatë. Atëherë, pyetja që na mundon të gjithëve është, pse ky konflikt duket kaq i pasgjithshëm? Prej dekadash, bota ka parë cikle dhune pafund dhe përpjekje të dështuara për paqe. Por çfarë e bën kaq të vështirë për t'u zgjidhur? Përgjigjja, sipas kësaj analize, nuk gjendet në lajmet e ditës. Duhet të kthehemi shumë pas në kohë, të vetë toka. Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Në zemër të gjithë kësaj historie qëndron një fakt absolutisht thelbësor. Kjo copë tokë është e shenjtë, dhe jo për një, por për 3 besimet më dha botërore. Për judaizmin është toka e premtuar, vendi i tempullit të lashtë. Për krishterimin është vendi ku Jezusi lindi, jetoi dhe u kryqëzua. Dhe për islamin është vendi i kibles së parë dhe i udhëtimit të shenjtë të profetit. Kjo shenjtëria e përbashkët është pikërisht ajo që krijon një tension të jashtëzakonshëm. Pra, ja si do të rrjedhë udhëtimi ynë, shpejt, do të nisemi nga natyra fetare e konfliktit, do të kalojmë te ndryshimet e mëdha në Evropë, do të ndjekim ngritjen e sionizmit dhe lidhjen e tij me perandorinë britanike, do të analizojmë periudhën e mandatit, do të shohim ngjarjet ronditëse të 48-s dhe në fund do të reflektojmë mbi gjithë këtë histori të komplikuar. Okej, le t'i futemi pikës së parë, sepse duhet kuptuar diçka e rëndësishme. Kur flasim për konflikte të shenjta, nuk është si të flasësh për para apo për politikë, ku mund të gjesh një rrugë të mesme. Këtu rregullat e lojës janë krejtësisht ndryshe. Dhe ja ku është thelbi i çështjes. Në këto lloj konfliktesh nuk ka kompromis. Nuk mund ta ndash një vend të shenjtë në gjysmë pa ja humbur krejt vlerën. Ose e ke të gjithën, ose nuk e ke fare. Kjo e kthen gjithçka në një lojë ku fituesi merr të gjitha, dhe kjo e bën kompromisin pothuajse të pamundur, duke e kthyer luftën në një betejë për ekzistencë. Tani, le të kthehemi pak pas në kohë. Për qindra vjet, ideja e një shteti hebre në Palestinë ishte thjesht fantazshkencë, e paimagjinueshme. Pse? Sepse toka ishte nën kontrollin e perandorive të fuqishme myslimane. Por, pastaj, diçka filloi të ndryshojë. Një stuvi e vërtet historike po përgatitej në Evropë, e cila do të bënte të mundur atë që dukej e pamundur. Kjo nuk ndodhi brenda natës. Ishte si një domino e ngadaltë historike. 3 forcat mëdha u bashkuan. Së pari, reforma protestante ndryshoi totalisht mënyrën se si shumë të krishterë shihnin e brendë. Pastaj, iluminizmi dhe sekularizimi u dhan atyre të drejta dhe ndikim politik si kur më parë. Dhe së fundi, pika e kthesës, rënja graduale e perandorisë osmane, të sëmurit të Evropës, që hapi një boshllëk të madh pushteti. Kjo pikë është absolutisht thelbësore. Duhet ta kuptojmë këtë ndryshim rrënjësor në mentalitet. Për shekuj, doktrina katolike i shihte hebrejnë si përgjegjës për vdekjen e Krishtit. Por reforma protestante, sidomos në Britani, filloi ta lexonte Biblën ndryshe. Papritur kthimi i hebrejve në Palestinë nuk shihej më si diçka e çuditshme, por si përmbushje e një profecie, një detyrë fetare për shumë protestant, sidomos ata në pushtet. Pra, skena ishte gati. Klima fetare dhe politike kishte ndryshuar. Mungonte vetëm aktori kryesor që do ta vinte në lëvizje këtë ide. Dhe ai aktor ishte lëvizja politike e sionizmit, e cila e dinte shumë mirë se pa mbështetjen e një fuqie të madhe, ëndra e tyre do të metej thjesht një ëndër. E rëndësishme për t'u theksuar, sionizmi politik i udhëhequr nga Theodor Herzl nuk ishte në thelb një projekt fetar as pak. Ishte një përgjigje, le të themi, pragmatike dhe laike ndaj një problemi shumë real, antisemitizmit të tmerrshëm në Europë. Herzl thoshte se asimilimi kishte dështuar dhe e vetmja rrugë shpëtimi ishte krijimi i një shteti të tyrin, dhe për këtë i duhej një sponsor i fuqishëm. Gjithçka dukej se po shkonte sipas planit, por kishte një problem shumë të madh. Kur të dërguarit e parë shkuan të shihnin Palestinën, i quan Herzelit këtë mesazh të famshëm. Çfarë do të thoshte kjo? Që toka nuk ishte bosh. Aty jetonte një popullsi arabe me kulturën, shoqërinë dhe historinë e vet. Ky fakt i thjeshtë që nusja ishte e martuar, do të përcaktonte gjithë dramën që do të pasonte. Mirë, po pse Britania, superfuqia e botës në atë kohë, do të futej në këtë lojë? A ishte thjesht për arsye fetare? As pak, sipas kësaj analize. Përgjigjja është gjeopolitike e pastër. Palestina ishte një ushtë strategjike. Një shtet besnik aty do t'i jepte Britanisë kontroll mbi kanalin e Suezit dhe rrugën jetike drejt Indisë, perlës së perandorisë. Pra,
Interesat e sionizmit dhe të perandorisë u takuan në një pikë të përbashkët. Dhe kështu, pas luftës së parë botërore, perandoria osmane zhduket nga harta dhe Britania merr çelësat e Palestinës. Por këto 30 vjet të sundimit britanik, nga 1917 deri më 1948, nuk ishin thjesht një administrim i zakonshëm, ishin më shumë si një laborator, një inkubator ku po rrithej dhe po forcohej një shtet i ri. Dhe ky laborator, për ta thënë troç, kishte 2 rregulla krejt të ndryshme, varësisht se kush ishe. Nga njëra anë, për emigrantët e brendë, britanikët lejuan emigracion masiv, lejuan formimin e miliceve të armatosura dhe mbështetën institucionet e tyre politike. Nga ana tjetër, për palestinezët vendas, u shtyp çdo lloj lëvizje kombëtare, popullsia u çarmatos dhe politikat e tokës çuan në humbjen e pronave. Ishte një proces ku një kom po ndërtohej, ndërkohë që themelet e tjetrit po gërrieshin. E pra, kjo situatë e tensionuar nuk mund të vazhdonte përgjithmonë. Viti 1948 ishte pika e vlimit, momenti kur gjithçka shpërtheu. Ishte viti i krijimit të Izraelit, por për palestinezët ishte viti i Nakbas, katastrofës, pra shpërngulja masive e popullsisë së tyre. Gjërat ndodhen me një shpejtësi të pabesueshme. Votimi i OKB-s në 47-ën i vuri flakën barutit, duke nisur luftën civile. Milicat sioniste, që ishin shumë më të organizuara dhe të armatosura, nisën operacionet për të marrë kontrollin e territorit. Masakra si ajo në Deir Yassin shkaktuan një val paniku dhe largime masive. Dhe më 14 maj 1948 britanikët largohen dhe David Ben Gurion shpall pavarësinë. Një ditë më vonë, ushtritë arabe hynë në lojë. Dhe rezultati në fushën e betejës ishte vendimtar. Plani i OKB-s kishte parashikuar që shteti hebre të merrte rreth 55% të tokës, por kur tymi luftës u shpërnda, Izraeli kontrollonte 78% të Palestinës historike. Një shifër që tregon shumë për atë që ndodhi realisht. Po, si ka mundësi, si ndodhi kjo? Këtu, analiza sjell një këndvështrim shumë kritik, madje provokues, për rolin që luajtën ushtrit arabe dhe fjalët e komandantit palestinez Abdelkader al-Husseini, pak para se të vritej, tingëllojnë si një akuzë e rëndë dhe një ndjenje thellë traditie. Pra, çfarë shkoi keq? Sipas kësaj analize, ndërhyrja e ushtrive arabe ishte, le themi, problematike. Së pari, ato hynë në luftë shumë vonë, kur qytetet e mëdha si Haifa dhe Jaffa kishin rënë tashmë. Së dyti, komanda e përgjithshme ishte në duart e një generali britanik. Së treti, dhe kjo është e rëndë, ata bllokuan furnizimin me armë për vetë luftëtarët palestinez. Do me thënë, qëllimet e tyre politike ishin shpesh në konflikt me njëra tjetrën, duke krijuar një rrëmuj totale. Dhe kështu, arrim në fund këtij udhëtimi historik, le të mbledhim të gjitha fijet dhe të shohim se çfarë tabloje na del përpara, çfarë trashëgimie ka lënë gjithë kjo histori. Pra, përfundimi i kësaj analize është ky. Krijimi i shtetit Izraelit nuk ishte diçka e paracaktuar, një fat historik i pashmangshëm. Jo, ishte rezultati i një sër faktorësh që rastësisht u bashkuan në të njëjtin moment historik, një ndryshim në teologjinë evropiane, interesat gjeopolitike të perandorisë britanike, një lëvizje sioniste shumë e organizuar, rënja e perandorisë osmane dhe një leadership arab i përçar. Ishte, me pak fjalë, stuhia e përsosur historike. Dhe e gjithë kjo na sjell në një pyetje të fundit, ndoshta më të rëndësishmen. Nëse pranojmë se rrënjët e këtij konflikti nuk janë vetëm lokale, por janë thellësisht të lidhura me lojrat e perandorive dhe me interesat e huaja, atëherë çfarë do të thotë kjo për përpjekjet për gjetur një zgjidhje sot? A mundet që të kuptuarit të së shkuarës sado e komplikuar, të na ndihmojë të imagjinojmë një të ardhmë ndryshe? Kjo sigurisht mbetet pyetja e madhe.